Kompania Hako do të marrë kodrën e gjelbër mbi Tepelen, të njohur ndryshe si kodra e Plaçis, ku po planifikon të ndërtojë një fermë elektorale për derrat. Përpara se kryebashkiaku Tërmet Peçi të largohej për të kandiduar për deputet, ka firmosur vendimin e fundit, duke i dhuruar për 99 vite shfrytëzim kodrën e qytetit të Tepelenës biznesmenit Adnan Hako. Peçi ka dërguar Ministrisë së Mjedisit, Komitetit të Investimeve Strategjike dhe Agjencisë së Territorit dokumentin me të cilin shprehet dakordësia për t'i dhënë kompanisë Hako kodrën e Plaçis. Pamfleti shkruan se Bashkia Tepelen ka prodhuar edhe një raport të falsifikuar ku pretendohet se ka marrë miratimin dhe mbështetjen e banorëve, por zëri për të marrë më shumë informacione lidhur me këtë kontratë që ngre shumë pikpyetje, ka kontaktuar me Bashkinë Tepelen dhe kompaninë Hako. Zëri u ka dërguar një kërkesë zyrtare për informacion si biznesit në fjalë ashtu edhe pushtetit vendor për të qartësuar situatën, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kemi marrë një përgjigje. Për këtë investim, kompania në fjalë dhe bashkia duhet të kenë miratimin e banorëve, si dhe bashkangjitur një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis, pasi një fermë elektorale dhe kullota për derrat rrezikon dotje, epidemi dhe shkatërimin e mjedisit të vetëm të gjelbër që ka Tepelena.